Kol Progni, 25 vjeç nga Shkodra, është arrestuar nga policia malazeze, pasi ai ishte i dyshuar i kryesor si autori plagosës së bokserit të Vllaznisë dhe 11 herë kampionit kombëtar Nelson Hysa. Ngjarja ndodhur në maj të këtij viti në zonën e quajtur Ura Dervishbek. Arrestimi i tij u bë si rezultat i punës dhe shkëmbimit të informacioneve në bashkëpunim mes policisë së Shkodrës, Interpol Tirana dhe autoriteteve policore malazeze me datë 28/6/2017, kur është bërë dhe arrestimi në Maltezi në Ulqin dhe me pas deportimin në Shqipëri shtetasit shqiptar në kërkim Kol Progni, 25 vjeç, lindur në Salës të Shkodrës. Ndaj këtij shtetasi prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër ka lëshuar urdhrin e arrestit me datë 21/6/2017, pasi ky shtetas në bashkëpunim me shtetasin Valter Ksolla dyshohet se janë autor të ngjarjes së ndodhur me datën 6/5/2017, kur rreth orës 14 në vendin e quajtur Ura Dervishbek në lagjen Qemal Stafa të bashkisë Shkodër kanë tentuar të vrasin me armë zjarri pistolet shtetasin Nelson Hysa, i cili ka mbetur i plagosur dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndaj tyre rëndon akuza për veprën penale, vrasje me paramendim e mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim.